Tensionet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara po bëhen gjithnjë më të dukshme duke marrë formën e një përplasjeje të ftohtë mes dy aleatëve tradicional. Këtë e ka bërë të qartë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila paralajmëron se realiteti global ka ndryshuar rrënjësisht dhe se sot skena ndërkombëtare dominohet nga aktorë grabitqar. Në këtë kontekst, ajo i është përgjigjur drejt për drejt edhe kritikave të Donald Trump, duke theksuar se rënja ekonomike nuk prek vetëm Europën, por edhe SBA-n. Gjatë fjalës së saj në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, von der Leyen nënvizoi rëndësinë vendimtare të samitit të liderëve evropian që nis nesër në Bruksel. Ky takim, sipas saj, pritet të jetë kyç si për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Ukrainës, ashtu edhe për përballjen me kërcënimin gjithnjë më të hapur nga Rusia. Presidenti e Komisionit Evropian theksoi se Evropa duhet të përshpejtojë hapa drejt pavarësisë strategjike, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Ajo nënvizoi se kontinenti nuk mund të mbështetet më tek të tjerët për mbrojtjen e tij, dhe se marrja e përgjegjësisë për sigurinë europiane nuk është më zgjedhje, por domosdoshmëri. Sipas von der Leyen, sfida nuk është vetëm politike apo ushtarake, por edhe ekonomike. Ajo kujtoi se pesha e Evropës në prodhimin e brendshëm bruto global ka rënë nga 25% në vitin 90 në rreth 14% sot. Megjithatë, ajo theksoi se i njëjti trend vret edhe në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë kaluar nga 22% e prodhimit të brendshëm bruto globale në vitin 90 në po aq sa 14% aktualisht. Sipas saj, kjo tregon se bëhet fjalë për një ndryshim strukturor të ekonomisë botërore dhe jo për dështim të njërit apo tjetrit breg të Atlantikut. Në lidhje me mbështetjen financiare për Ukrainën, von der Leyen rikujtoi se Komisioni Evropian ka paraqitur dy alternativa, një skemë të bazuar në përdorimin e aseteve dhe një tjetër përmes kredive të Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se zgjedhja duhet bëhet pa vonesa në Këshillin Evropian, që mblidhet këto ditë, duke paralajmëruar se çdo shtyrje e vendimit do të përbënte një humbje. Presidenti amerikan Donald Trump javën e kaluar ka lëshuar kritika të ashpra ndaj Bashkimit Evropian dhe liderëve të tij në një intervistë për Politico. Ai e ka përshkruar kontinentin si një grup kombesh në proces kalbjeje të udhëhequr nga njerëz të dobët. Trump akuzoi udhëheqësit evropian se nuk kanë vizion dhe nuk marrin vendime të forta. Ai vlerësoi Hungarinë dhe Poloninë për politikat e tyre të ashpra ndaj migracionit, ndërsa shprehu shqetësimin se vendet e tjera të kontinentit po rrezikohen sipas tij nga hyrja e njerëzve të pakontrolluar dhe të paverifikuar. Trump paralajmëroi se Evropa do të dobësohet rënd për shkak të migracionit, duke pretenduar se njerëzit që vinë kanë ideologji krejtësisht të ndryshme. Në intervistë ai goditi sërish kundërshtarin e tij të vjetër, kryebashkiakun e Londrës Sadiq Khan, të cilin e quajti një katastrofë, duke shtuar e urrei atë që i ka ndodhur Londrës dhe Parisit. Sipas Trump, përpjekja e vendeve evropiane për qenë politikisht korrekt është arsyeja pse ato janë të dobta, ndërsa bëri thirrje që shtetet e BE-s të nxjerrin njerëzit që kanë hyrë ilegalisht.